Imam Shafiu është përgjigje interesant dhe ka thënë: a mund të fuqizohet, a mund të realizohet dikush në jetë pa u sprovu, pa u testu? Kjo përgjigje e Imam Shafiut më ka shtynë me mendu shumë përkitazi me mënyrën se si ne e kuptojmë Zotin e Madhreshëm kur i lutemi. Të gjithë ne besojmë se gjitha dëshirat tona, çdo gjë që aspirojmë këtë jetë, çdo gjë që dëshirojmë këtë jetë, ekziston një rrugë legjitime për ta realizuar atë që dëshirojmë, ose atë që ne kemi aspirat. Dhe ky është ligj i Zotit në këtë botë. Çdo dëshirë ka një rrugë të realizimit të saj. Kur ne i lutemi Zotit Madhreshëm, ai gjithmonë na jep rrugën e cila na çon tek ajo që ne kërkojmë. Prandaj, ai që nuk është i gatshëm të ecë rrugës për të arritur ajo që dëshiron, i bën që nuk është serioz në lutjen e tij. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: Zoti i Madhreshëm ja dën të mirën robit, dhe kur ai ja dën të mirën, ja leton, ja bën të këndshme, ja bën të afërt një punë të mirë. Dhe ai i përvjellit punës të mirë, pra rrugës të mirë. Dhe kësaj Zoti i Madhreshëm ja merr shpirtin duke qenë ai vepër mirë, ose duke qenë në rrugë të marrë, në rrugë të mirë. Mos e harroni faktin që në surën e parë të Kuranit Fistik, kur ne i lutemi Zotit plot fuqishëm, ne nuk i lutemi direkt me na dhuru xhenetin. Ne i lutemi me na forcu në rrugën e vërtetë, në rrugën e drejtë. Pra kjo është ajo filozofia e rrugës. Më bani shumë përshtypje një zoj e cila ka qenë e sprovuar me kancer, edhe e ka mujt kancerin, dhe kur është pyet për përvojën e saj, ajo përgjigjet shumë interesant. Thot: i kam lyp Zotit forcë e ma ka qu kancerin. Mas fitores, mas triumfit që kam bon ndaj kësaj smundje, e kam kuptu që kur ne i lutemi Zotit Madhreshëm për çfarëdo në këtë botë, ai zakonisht na jep forcë, na jep vullnet dhe na tregon rrugën për të shkuar deri tek ajo që ne dëshirojmë. Nëse i kërkojmë Zotit durim, i bie që ka me na dërgu raste dhe sprova në të cilat do të forcohet durimi jonë. Nëse ne dëshirojmë shkatësi në vozitjen e veturës, i bie që duhet të testohemi me rrugë të vështira. Nëse i kërkojmë Zotit shpërblim e të mira, ai ka me na dhënë kodrën, ka me na dhënë rrugë drejt kodrës.